është një vajzë nga Shqipëria. Është nga Përmeti. Po. Nuk di shumë për ta. Sot për herë para kam parë, sot për herë para kam dëgjuar, e shkruajta emrin e saj këtu, e ka emrin Fabiola Hajdaraj, dhe jeton prej 3 viteve në Zvicër, dhe ne do e ftojmë sonte me një titull apo slogan, si mi thonë, përveç se ka një FL Beauty Studio, sonte do e ftojmë kështu. Dua të vi, tha, si për treguar që kam arritur gjithçka vetë pa mbështetjen e askujt dhe dua të tregoj forcën e një gruaje. E kështu që duam të dim se sa e fuqishme dhe sa e fortë është një grua, të paktën në Zvicër, për të dëbuar vetëm e vetme dhe për të arritur sukses e vetme. A është vështirë? Sa sakrifica ka, sa mundësi ka një femër dhe për të dëpërtuar, po e them kështu siç e me mësuar, më falë ama dhe autoritetet, a duhet me qenë e mbarur, a duhet me qenë qift, a duhet me qenë e vetme, a është pengesë gjinia e kundërt për të arritur një femër, apo është mbështetje. Pra, unë pyetjen e parë që kam m'ia bo Fabiolës është kjo. Për të arritur sukses, për të arritur qëllimin një femër. Burri, po i bish shkurt edhe shqip, a është pengesë apo është ndim. Kështu që e ftojmë me duar tërkitje, unë big up Fonjonas, Fabiola Hajdaraj! Mirë se erdhen në Full Ship Show. Mirë se ju gjeta. Mirë mbrëma. Faleminderit për këtë mundësinë që kemi dhënë sot, të jem në emisionin Full Ship. Besoj se kemi për ta miksuar pak pjesën nga Kosova dhe nga Shqipëria, dua t'i përfshi të dyja gjuhët. Dhe dialektet ndoshta. Dialektet, po. Se një gjuhë kemi. Absolutisht. Fal Altin. S'ka problem. Unë jam këtu për të korrigjuar. Absolutisht. Se më ka mësuar ama më ka mësuar mua, sepse mos më kishe mësuar ama os dias për vete, nul jam. Null s'është në Shqip. Zero. Jo, null është në Shqip, null, jo null. Jo zero, po null, e di që të më thonë null. Jo, s'është fjala null në Shqip. Ma shpjegoj edhe një herë. Jo null. Null është, për ne i themi zero. Në gjermanisht është null, zero. Po? Po null... Si fjallë Shqip? Ja, fjallë Shqip, null e përdorim në Shqipëri, null. Se kam përdorur një herë. Okej, nejse ne përdorim në pjesa jonë, atë nga Kosova. Nga Arusha. Nga Arusha. Nga Arusha keni zbrit. Kemi zbrit, po, kemi arë në Zvicra, të Arusha tjetër, se dhe Zvicra Arusha është në fakt. Më vend malor se sa Zvicra nuk ka askon të Fabiola. Të kuptoj, mundesh me më thirë edhe Ola, flasën shkurt. Okej, Ola mirë se erdhen në Full Ship Show, është kënaqësi që të kemi në studio, unë kam thonë dhash një premtim shikuesve që do të pyes pyetjen e parë. Thaj që duhet futem më tregu sa e fortë është një femër për të arritur veten, e vetme pa mbështetjen e askujt. Absolutisht. Personalisht tek Ola, një burr, është ndim apo pengesë për të arritur qëllimin tënd? Unë mendoj si Ola, sa besim ke te vetja jota, sepse në qoftë se ti mendon se ta kesh një burr është një përkrahje, absolutisht nuk do isha dakord, sepse në qoftë se unë kam besim te karakteri im si femër, unë duhet të ecë vetë para, duhet të jem një femër e pavarur, dhe me qenë e pavarur sot, duhet patjetër të ecësh vetë pa përkrajen e askujt, e sidomos të një burri. Absolutisht që është një ndim. Burri është ndim apo pengesë tani sot? Nditet e sot. Pengesë. Sepse ka burra që s'len me ecë përpara. Po varet se sa. Atëherë, varet se sa e lejon ti këtë gjë. Unë se kam lejuar sepse unë që 18 vjeç kam dalë të punoj, kam vazhduar universitetin vet, kam punuar dhe kam vazhduar universitetin, kam mbaruar shkollën për avokata, kam ndihmuar familjen time. Ke mbaruar për avokati? Po. Do më thonë i avokate me studime? Po, me studime, me master. Me master, bravo. Synimi im ka qenë që të hap diçka timen, edhe e arrita këtë ditë, e hapa në Zvicër. Kam 3 vjet në Zvicër, nuk kam shumë, por besoj se kam arritur diçka që se kanë arritur femrat e tjera që kanë 30 vjet në Zvicër. Çfarë ke arritur diçka ti që se kanë femrat e tjera që 30 vjet në Zvicër? E kam hapur estetikën me forcat e mia dhe normal me familjen time mbështetje përkraje,
jo në ana financiare, kuptohet. Morale. Morale, Okej. e kam pas shumë krah. Kam arritur gjëra që ndoshta gjuhën se kam arrit, por më kanë ndihmuar shumë sepse flas anglishten, italishten, greqishten. Dhe është një prioritet për mua, nuk më ka penguar as pak gjuha që unë të eci para. Sot zotëroj estetikën Eiffel Beauty Studio në Sangall, dhe është një estetik që i përfshin të gjitha. Mundemi dhe me i përmend. Mundesh patjetër me përmend se çfarë përfshin Eiffel Beauty Studio. Atëherë, Në Sangall. estetika ime përfshin SFL, që është skulpturar facelift, që është manual lift me dorë, është bio, pa injeksione, pa microblending, trajtime të këmbëve, thonjt, përfshin masazhe të trupit, waxing, përfshin brow lamination, lash lifting, waxing, dhe gjithashtu kemi bashkëpunim me doktoresh Senera Hoxhën, që është një ndër doktoreshat më të mira në Shqipëri, në komplet Shqipërinë. Gjithashtu ajo jep edhe mësime në diasporë. Okej. Ajo do vi çdo muaj në Eiffel Beauty Studio. Dhe mendoj se është një arritje për mua, se është një kohë shumë e shkurtër. Si të ka ardhur ideja mu marrë me beauty estetik, se ti ke kryer Gjithmonë e kam pas avokaturën? qef. E kam nisur duke bërë vetë në shtëpi, të vetja ime, të shoqëria. Pastaj kam arritur domethënë që të dalë në rezultatin që lekët që punoja i investova çdo herë në kurse të ndryshme. Normal që mund të kisha vazhduar dhe avokatin që e mbarova, por ishte një, sikur se e dim që të gjithë që ka padrejtësi, realiteti është që ka padrejtësi pa fund në Shqipëri, duhet të kesh një përkrahje shumë të fortë nga ana e babit ose Çfarë do të thotë kjo përkrahje? Përkrahje ekonomike. Për me marrë një vend pune apo si? Për me marrë një vend pune. Pra do më thonë, edhe ky në është Shqipëri, realiteti i Shqipërisë. është realiteti i Shqipërisë. Atë ti thua që në Shqipëri nëse s'ke parë me pagu dikon me ta gjeti vend pune, nuk futesh dot në punë. Jo. Absolutisht jo. Pra, Unë kam mbaruar me nota të suksesshme. Ke mbaruar si avokate me nota të suksesshme, je masterizuar me si avokate dhe nuk ke arritur të gjesh dot një punë në Shqipëri. Jo, nuk kam arritur. E kam bërë për një vit. Je munduar, pra ke luftuar për Jam absolutisht kam luftuar. Edhe i kam bërë 2 punë të njëjtën kohë dhe nuk ja kam dalë dot. Pra s'ke gjetë një vend pune tot. Nuk e kam gjetë dot Je një vend drejtuar në pune. gjitha institucionet për to. Absolutisht. Dhe gjithkund i ke pas dyert e mbyllura. Gjithkund. I ke pas dyert e mbyllura. Pastaj je detyruar që me lënë studimet, me lënë diplomen, me lënë gjitha dhe mu marrë me estetik dhe me i ka partiste me pak fjalë. Po, atë diplomë sot e ka varë babi në mur edhe mua s'më hyn punë. Interesant shumë. Është një mesazh i mirë që duhet më Kjo dhanë. është një mesazh që realisht duhet merret parasysh. I sekond tash. Një vajzë e studiuar, një vajzë e përgatitur, e diplomuar për avokate, me master, me nota të shkëlqyera, dhe sot nuk ka arritur në Shqipëri, realiteti i hidhur realisht sepse kam edhe unë vllajën tim të mbaruar avokatin edhe kunatën time e mbaruar avokatin edhe nuk kanë arritur me gjetë një vend pune dhe është fakt dhe realitet ajo që po thot Fabiola sonte. Kështu që në Shqipëri nuk mundesh me gjetë një vend pune në qoftë se nuk ja fut dikujt paktën 10.000 euro në xhep m'duket, se di sa ja ka po. Është minimumi. Minimumi 10.000 deri në sa, pastaj 10 fiu. Por është një realitet i hidhur që duhet sulmuar dhe duhet zhdukur ky realitet nga njerëz të papërgjithshëm, njerëz të pa drejtë dhe njerëz që nuk e vlerësojnë meritokracinë, por vlerësojnë vetëm pjesën e hajnisë dhe financiare, siç është mësuar vendi jonë me kohë me shekuj. Inshallah dash Zoti na ndihmon një herë për t'i larguar këta njerëz një herë mirë e për të ardhur njerëz që vërtet e vlerësojnë meritokracinë. Është për të ardhur keq realisht Ola. Është absolutisht keq se nga ajo që më ka ardhur më shumë keq dhe kam luftuar shumë në jetë sepse çdo femër për të arritur diku lufton. Çdo femër me karakter e fortë, sepse ka dhe në ato firma që gjen në rrugdalje më të thjeshtë, martohen me dikë të pasur, mendoj unë, të paktën edhe gjen një rrugësidhje, shikojnë qefin, jetën, ama unë kam dashur të forcoj një karakter timin gjatë gjithë këtij rrugtimi, dhe të jetë si para vetë dhe me kokën lartë, absolutisht. Mu më ka ardhur keq kur vllai im që i vogël ka vazhduar për futbollist dhe kur ka arritur në kombëtaren e Shqipërisë, ja kanë kërkuar një shumë që ishte e papërballueshme
dhe normalisht është demoralizuar edhe e ka lënë atë profesion. Edhe ky informacion i pa dëgjuar, sepse nuk e kam lexuar fare dhe ti e din që unë ti bashkë s'kemi dërguar as i mesazh as nuk e di, ke dërguar biografi me ditë se çfarë qysh tek. Jo, ne sot jemi veç spontan. Spontan dhe kam dashur me të suportu përderisa ke hap një biznes ashtu, por nuk i kam ditë këto detaje. Pra, vllai jot është talent në futboll. Është talent. Dhe ka arritur me talentin e tij deri tek Kombëtarja. Kur ka arritur te Kombëtarja, aty edhe unë kam menduar që është të gjithë kemi ditë që padrejtësisht ka pas Shqipëria, besoj edhe Kosova. Por duke parë talentin e tij, kam thënë që normal ka me hec. Normalisht si familje jemi demoralizu. Edhe vllai e la futbollin, më ka ardhur shumë keq për këtë fakt dhe sot është në Itali, punon aty. Është në Itali, pra, e ka lënë futbollin dhe është në Itali duke punuar. Sepse i kërkuan lek edhe për të hyrë në kombëtarën shqiptare. Po, s'po dua ta përmend shifrën, po e ka përmend edhe dikush tjetër, një futbollist i famshëm. Mirë, mos përmendni emrin, shifrën na përmend. Shifrën na përmend. 100.000 euro. 100.000 euro i kanë kërkuar federata. Është zyrtare kjo, është me fakte? Është me fakte sepse e ka thënë edhe dikush që s'dua të përmend emra që e ka dhënë me fakte. Sepse unë kam qenë shumë e vogël. Është kërkuar 100.000 euro vllai tënd për të futur në kombëtarën shqiptare për të luajtur. Po. Në vend se me pagu lojtarin që punon për kombëtarën, që është një nder e madhe. Po, vllai luante mes fushare. A e kupton nga herë kur lozin futboll, nxjerrim gjithë flamurin, bëjmë shqiponin, jemi krenar që jemi shqiptar, por realisht në background çfarë fshihet pas nesh. Krytenburg duhet më shti njerëz. Është interesant dhe nga herë zgënjehesh me këta njerëz, dhe jo në burg, po është i vogël burgu për këta. Lloj njerëzish. Që duhet me pagu parë për me zanë një vend punës, kjo është hera parë që për një. Se kom diçka. Jo, nuk është hera parë. Absolutisht. Unë për veti, për hera parë që për një, unë... Për mua jo, se unë jam rritur me realitetin tonë. Po. Për këtë është hera parë se është lindër e rritur në Zvicër. Në Shqipëri, realisht, është kjo fenomen, duhet luftuar kur çdo që e ka në dorë për ta luftuar këtë pjesë. Nuk mundemi me vendos faj tek presidenti, kryeministri apo ministri, sepse janë disa drejtorë, nën drejtorë, pra nën punonjës që e keq përdorin detyrën e tyre. Dhe nuk dihet, pra janë fshehura, dikush nuk e denoncon, dikush nuk e bën publik rastin, dikush do me rujt imazhin e vet, dikush pra do të thonë. Si thash, kam qenë, më fal Altin që do të ndërpres, kam qenë e vogël, sepse kur vazhdova shkollën për avokati, kam dash me luftu këtë fakt. Po prapë s'kam pas një mbështetje shumë të fortë, se të gjithë vim në familje të varfëra, absolutisht, leku s'është gjithçka, po të paktën vim në familje të mira. Absolutisht që jam krenare, që jam shqiptare, vetëm se më pengon ky fakt që pse ne mos të punonim në Shqipëri, pse ne mos të ndërtonim të ardhmen aty, pse ne mos me qenë afër familjes tonë, afër prindërve tanë. Bravo qoftë, Ola. Në vend se mu dërzu, ti ki vendos me gjetë një tjetër rrugdalje. Edhe kur të ka ardhur ideja për herë të parë do me hap një studio, beauty studio? Unë, si që të thash, kam dash, ju i thoni moti me hap, por isha duke prit momentin e duhur, që ta hapja, fola me kunatën time, unë momentalisht e kam me kunatën time, nusën e vllajtim, që është në Itali, ajo ka 12 vite eksperiencë, ajo s'ndodhet këtu sonte se ka bebin shumë të vogël, dhe vendosëm, prandaj kena vendos FL Beauty Studio, se emri më është Fabiola dhe jesaj është Lindita, dhe kena bë diçka shumë të bukur, dhe ajo që na specifikon neve si studio është se të gjithë klientat që vinë janë shumë të kënaqur, jo vetëm të shërbimi, por janë shumë të kënaqur të pjesa që unë si person jam shumë e dashur, absolutisht do kunata ime, por thonë që këtu ndihemi si në shtëpi dhe jo si në estetik. Klientët e juaj janë më shumë shqiptar apo edhe turp? Unë s'kam shumë që kam vetëm 3 muaj e gjys, dhe jam, mashallah, i themi ne, shumë e kënaqur për këtë pjesë sa klientë ka. Nuk e kuptova. 3 muaj e gjys kam në dhjetor është hap estetika. A, 3 muaj e gjys është hap estetika? Po, 3 vjet kam unë në Zvicër. Okej, atëherë, ti ke lindur në Shqipëri? Po. Në përmet? Po. I rritur? Jam rritur, kam bë shkollën fillore në Greqi, dhe kur jam ardhur nga Greqia s'kam ditë as shqip me fol. Do më thonë, filloren e kam bën në Greqi. Në Greqi, në cilin vend? Në Rafin, afër Athinës. Pastaj e lëshut Greqi, nuk thyt në Shqipëri? Po. Pastaj e prish Shqipëria?
prej Shqipërie, prej Përmetit kena shku në Tiranë. Tiranë kemi 25 vita. Dhe pastaj kam mbaruar fakultetin e të gjitha këto. Pastaj kam vendosur që të hapja diçka time në Shqipëri dhe në të njëjtën kohë të punoja dhe si avokata. Edhe kjo nuk funksionoi sepse do thosh ti çfarë hapa. Unë jam edhe merchandiser që vesh njerëzit që nuk kanë stil ose dun një mendim apo diçka. Desha me thënë edhe këtë pjesë nuk e di, unë kam punuar dhe 3 vjetë si asistent merchandiser në Dubai. Dhe kam veshur ato gratë që nuk kishin të drejtë me shku në për dyqane, me ble tesha i thoni ju, ne i themi roba, dhe shkoja i merja roba të shtrenjta dhe ju aqoja në shpim. Një sekundë, që ke qenë në Dubai, ke punuar 3 vite? 3 vita. Për ato gratë që nuk ju është lejuar... E drejta për të shkuar në për dyqane. E drejta fetarisht apo nga bashortet, apo si? Fetarisht, absolutisht. Pra ato s'kan pa, ka gratë që nuk guxojnë me shku në dyqan apo si? Absolutisht, sepse kanë lekun shumë të madh. Pse me shku ajo në dyqan, kur ajo mundet me pagu mu me shku me jaqu krejt robot. Okej, ta i sekundë se shumë interesant që ka kjo intervista. Kena me të dielën tjetër apet. Kjo që përse ja u ke marrë me na tregu histori tash. Ola, ti ke punuar 3 vite në Dubai. Po. Për ti veshur apo për t'ju dhënë mendim se si mu vesh apo si? Edhe si me u vesh, atyre femrave, grave të shejkve apo si të kujt? Absolutisht po. Ato me lek të madh. Ato paguanin vesh me kart gold, jo kështu. Me kart gold paguanin. Tani ato nuk shkonin vetë për të zgjedhur për arsye se nuk donin dhe luksi në maksimum dhe nuk kanë kohë. Luksi në maksimum. Pra jo që feja i pengon. Pra se fetarisht mendova mos feja janë nga ato që s'japin dorën e nuk... Jo, absolutisht. Shifa, ka diçka, domethënë që ato ishin multimiliardera. Haj. Po, ato nuk pagunin me cash, ato pagunin domethënë shitja më e madhe që kanë bërë ka qenë për një ditë 135.000 euro, që i ka bler rroba. 135.000 euro një grua në Dubai. Ka bler rroba për një ditë. Po. Që ke shkuar ja ke bler ti. Me gold card. Ta jep të vetë ty ajo. Ta jep të edhe pinin e gold cardës, ti i paguaje, vinte. Ti sa e kishe rrogën në atë kohë me ato? Atëherë, doja të jepja edhe një mesazh për të gjithë ata që mendojnë se në Dubai është jeta luks. S'është absolutisht luks. Unë i kam punu 15 orë. Kontratën e firmosje për 9 orë, dhe në moment që firmosje kontratën, sepse ky është realiteti edhe pse shumica nuk e pranojnë, firmosje kontratën dhe të merrnin pasaportën, që ti mos të kishe të drejtë të ikje për sa kohë kishin kontratën në dorë. Okej, pra interesant. Është legale kjo? Është legale sepse ti ke firmosur një kontratë. Është me dëshirë. Me dëshirë. Ama unë si shqiptare që jam e gjeta mënyrën me ikë sepse unë pësova nga qëndrimi i orëve të shumta në kamp se ti kontratën e kishe për 9 orë. Unë pësova në shtyllën kurizore një dalje të ruazave. Dhe normal një muj kam nejt pa lëviz qafën dhe ata ishin të detyruar me mlën të iki, ose në qoftë se do të aprishësh kontratën më herët, ata të detyrojnë t'i paguash 3.000 euro job. Gjë që ato që thonë që Dubai ka lek nuk është e vërtetë. Unë e hedh poshtë këtë fakt. E hedh poshtë sepse mundesh me shku për qef, e kam parë në për TikTok në këto se qa bëhet, doja t'ju thosha gjitha firmave mos u gënjeni nga kjo pjesë. Mos u gënjeni se s'është e vërtetë. Realiteti është ndryshe. Realiteti është shumë ndryshe. Unë kam qenë në 2016 mos gabofsha se nuk është se majmët. Edhe jam kthyer në shtëpi 47 kg, sa mami im nuk më ka njoftë. Çfarë thumë? Po pse tash që ndodhi? Punoje shumë orë dhe shumë stres, edhe pagesa nuk ishte e lartë. Pa nuk ishte pagesa në nivel? Absolutisht jo. Ne na kanë gënjur me kompaninë, kanë thënë që është 600 euro. Dhe ka me ju dale, kanë me ju tepru. Si për 600 euro ke shku në Dubai? Po sepse të thash, unë doja me ungrit, nuk jam tip me ngel të ajo rogë. Në rregull është ajo pjesë. Si shanse ki pa edhe... Si mundësi e ki pa për me... E kam pas si mundësi, se kur ti paguash 350 euro në Shqipëri, ti e shef një mundësi më të mirë të hapen dyert për në vend tjetër dhe të ngrihesh në vend tjetër. Po se kufitet që ati mirë 3.000, 4.000, 5.000 euro rroga. Janë vetëm gënjeshtra. Janë vetëm gënjeshtra. Ose rrena. Atëherë, ti ke shkuar në Dubai 3 vite, ke punuar për 600 euro në muajt? 600 euro në muaj e kam nis. E ke nis? Po. Sa e ke përfunduar? E kam përfunduar me 1.800 euro. 1.800 euro? Po, që kam kaluar në assistant merchandiser, dyqani që kam punu unë, është quajtur Eli 66, i bazuar në Champs-Élysées në Paris. Okej. Po.
Dhe nuk je ndarë e kënaqur, ke dashur për tikush nga Absolutisht jo. Dhe fati jo që fati dhe taksirat që u smurë për tikur. Të dyja. Se ndoshta për tikur ke pas me pagu dënimin apo jo? Po. Nëse nuk ishe smurë. Absolutisht. Po ta falen nuk pagohet dënim për se ishe smurë dole. Po, edhe spitali vet ju ka thënë që s'mundet ma me nejtë në kam. Okej. Pastaj ti u gëzove realisht ikën nga Dubai apo jo? Normale, se do me shkua për familjes time. Nuk e ke menduar për të shkuar për herë dytë atje për të punuar asnjëherë? As për qef jo. As për qef jo. Kur njet. Pse si janë njerëzit në Dubai? Çfarë njerëzish janë? Janë njerëzit që mendojnë se munden me të ble. Ama kjo mundësi jeton mundesh me pas ku dushti. Po, absolutisht. Ama nuk besoj se dikush, sidomos si femër, duhet me shit karakterin e vet. A ka femra që shesin karakterin e vet edhe në Dubai? Munde me fol për to. A ka apo s'ka? Se di. Nuk e din. Jo. Interesant. Kam punu 15 orë dhe nuk e kam ditë ç'është bëhet. Kur do? Kam punuar 15 orë dhe nuk e kam ditë ç'a bëhet. Ama jam me mendimin që shumica e femrave ju kisha këshilluar mos ta mendojnë se Dubain si fush me lule, edhe të gjykojnë e të bëjnë ato komentet negative për një femër tjetër, po se ne I themi mos e gjyko librin pa pa kopertinën. Interesant. Ose mos e gjyko kopertinën pa pa librin apo jo? Mos është e kundërta. Mos është e kundër, është e kundërta. Viral, Ola, viral. Viral, bje kampiona sonte! A ka me mbëmejme. Viral ka me shku Ola sonte me fol shqipshov, bravo. Ola, Kur edhe, po, vazhdo. tani dikur ke vendos me ardhë në Zvicër. Po. Pse pash në Zvicër? Ç'është ardhi ideja? Doa të jem transparente, kur kam qenë e vogël, gjithmonë ndëroja dhe I thosha babit që dua një ditë të jetoj në Zvicër. Edhe madje kur kam marrë me jetu përfundimisht në Zvicër, babi më ka thënë, a e mban mend e vogël, po ku e mbaj mend se isha shumë e vogël. Edhe thotë Nga e një fjetja që vogël Zvicrën tash, kjo është ideja. sepse unë kisha dëgjuar e para, edhe dyta isha një femër me shumë vizion të lartë. Dhe e kisha synuar, jo se ishte synimi im se do vija dhe nuk e dija që do vija dhe do ngelesha këto, por ja ku jam sot, jam Zvicër, është një vend që e adhuroj, ama Shqipëri nuk po them që e ndroj, asnjë vend të A botës. është realitetin në Zvicër ashtu që ki pas Po, bravo, ëndër? pyetje desha mi po. Atëherë, në qoftë se lufton dhe punon, është realiteti. Në qoftë se ti rrin në shtëpi dhe me pret domethënë me të sjell burri ose me ardhurat nga anë të tjera, nuk është ashtu. Se veç mundesh me jetu, se shpenzimet janë shumë të larta. Përveç të ardhurave, Zvicra është siç e ke imagjinuar përpara. Po e adhuroj. E adhuron Zvicrën? Se kisha ndruar me asnjë vend. As i vend tjetër. Jo. Okej. Edhe dua të arri lart këtu. Okej, çfarë janë synimet tua në tallmen me këtë vend? Atëherë, përveç estetikës që është diçka shumë e bukur që unë adhuroj, e bëj me shumë qef, është synimi im që jam fotur, e kam nisur këtë nismë në janar, është që ta rris, më falni se në njëherë ikin edhe fjallës jam Mos e S'ka problem, si jemi për larg. herë të parë. Mos e vrit me. Si për herë të parë ti me- na galove dhe neve, po ta them unë, ja I duar të Kompliment. Faleminderit. Desha me rrit komunitetin në Zvicër, për të gjitha ato femra që duan të jenë të pavarura, munden edhe të më kontaktojnë në Instagram, në TikTok, ku të duan. Dua t'i ndihmoj dhe t'ju jap dorën, s'ka rëndësi a janë nona me fëmijë, a duan të punojnë nga shtëpia, a janë të divorcuara. Dëshira ime më e madhe është të arris atë komunitet të femrave që të gjitha të ndihen të pavarura ekonomikisht. Ekonomikisht. Po ekonomikisht, edhe të ndihen faktin të kenë sa më shumë kontakte me femra tjera, të dëgjojnë, ta kuptojnë dhimbjen e njëra tjetrës, sepse duke kuptuar dhimbjen të ndaltin, apo të dikuj tjetër, unë munde me të ndihmu që ti të ecësh para. Dhe unë dua që ato të më kontaktojnë dhe të ecim para bashkë. Madje sot e kam një vend në orën 7 në Luzern, që kemi me mbledh disa femra të flasim në lidhje me këto dhe këto rrugtim që kemi nisur. A beson në përgjithësi femrat shqiptare këtu në Zvicër që janë të pavarur? Apo beson që ka nevojë për ndryshim në të ardhmen? Nuk janë të pavarura. Jo? Jo. Në krahasim me tjera nacionalitete? Nuk I njoh në nacionalitetet e tjera, por dua të flas për femrat që njoh. Dhe Çfarë I pengon gjithmonë. që të jenë të pavarura, që janë të pavarura? Çfarë I pengon? Çfarë I pengon? Po shumica thonë kam e rrit fëmijën. Po
mundohu dhe me rritë fëmijën edhe me punu. Sepse ka disa opsione që ti mundesh me punu dhe na shtëpia. Arsyeja është rritja e fëmijës. Rritja e fëmijës dhe ka dhe shumë që thojnë jo po burri kështu, jo po unë s'mundem me shku me punu tetor sepse s'ka kush me ma bë bukën njërën tjetër, nëse je një femër e shkathët, unë mendoj se mundesh me i bë të gjitha. E tash sipas teje, si mund të jetë një femër e pavarur që është ndoshta se lejon burri apo për vërtet të rrit fëmijën? Ti si e këshillon që të jetë e pavarur në këtë rast? Në rastin që burri se lejon apo në rastin që duhet patjetër me unajt fëmijëve të koka për me i rrit? Si e këshillon ti? Tani, unë jam e mendimit që edhe fëmijën duhet, sepse përdesa e ke sjell në jetë nuk të ka kërku fëmijë aty, me sjell në jetë e ke sjell vetë. Po. Duhet të kujdesesh edhe për fëmijën, po ta gjesh edhe një opsion të dytë që ti të punosh në shtëpi, të kesh buxhetin tënd, dhe mos ti je varur gjithkohon ti kërkosh lek burrit. Okej. Po nëse burri se lejon si e këshillon këtë rast? Jo, unë s'mund t'i them të ndahet. Tash kjo është ideja, se ka burra që se lejon. Përdesa e ka marrë ajo, e ka bëhet zgjedhje. Atë po them se ka dhe burra që realisht unë për vete jam nga ata tipat. Unë për vete jam nga ata tipat, mund t'jem tip i gabuar, por jam nga ata tipat që kam më dëshirë që të rritet një familje e shëndetshme se sa të kem pare. Unë personalisht. Nuk e vlerësoj paren si pikë e parë. Po, parja është e nevojshme, po jo domosdoshme. Jo domosdoshme. Atëherë, nevojshme është patjetër. Të kesh parë që të jetosh mirë, të kesh të ardhmen e fëmijës të sigurt. Po, bravo. Bukur. Ama personalisht jap më rëndësi rritjes së fëmijës të rritet mirë dhe tamam siç duhet, se sa të kem disa pare pak më shumë se sa ndoshta. Edhe unë jam rritur në një familje që më kanë dhënë kulturën që ta trashëgoj te fëmijët e mi. Bravo. Dhe unë kam me ndjek këtë. Bravo. Dua të jem e fortë për fëmijën, për prindrit e mi, që i kam shumë të shenjtë sikurse i ka çdo kush. E sidomos për babin tim, se kam edhe pse jam në emision e kam pik dobët. Ashtu e? Po sa ashtu ka kalu diçka dhe është shumë i fortë. Si e ka emrin babi? Xhafer. Xhafer. Ku është babi? Në Përmet apo në Tiranë? Tiranë. Në Tiranë. Përshëndetje. Zotri Xhafer, të përshëndesim unë edhe Marashi edhe Ola përmes emisionit ton, dhe inshallah je mirë dhe me shëndet të plot. Se e shoh Olën që u emocionohet tash. Po. Ola, mos u bëjmë emocione tash se e përshëndesim babin e gjithë familjen tënde. Vazhdojmë tek suksesi, Ola. Tash ti studio jote ke menduar ta bësh brand këtë studio? Po, kam qef ta bëj brand, kam qef të afrohem afër Cëriut. Afër Cëriut? Po. Jo brenda në Cëri, ama afër Cëriut. Edhe do hapësh disa pika apo si FL. Po. Okej, bukur. Ke punëtore, punon vetë si funksionon? Unë punoj me kunatën time, është Nusja Vllajti, Lindita, edhe ajo ka 13 vjet që merret me thonjë. Bukur. Tashi mirë që të kaloj emocioni. Po, më kaloj, vazhdojmë. Unë të përgëzoj për këtë lidhje me babin, pavarësisht se në çfarë situate mund të jetë gjendja, por unë të përgëzoj ty dhe çdo njeri dhe çdo femër dhe çdo mashkull që është i lidhur emocionalisht dhe e don prindin dhe respekton prindin. Absolutisht. Për këtë unë të aja përsëri ngjyrar trokitje, Ola. Se ka njerëz që jo që shajnë, po s'dojnë me ditë hiç. Edhe është diçka për mua prindi është për mua prindi është primar. Është primar, po, absolutisht. Si më pare kisha lënë veten time keq se prindet. Bravo qoftë. Ky është një mesazh i duhur, bravo qoftë. Ke dhënë shumë mesazhe të bukura. O zot, që si mysafirsh duan fol shqip show, o gjiganda. Që si mysafirsh duan fol shqip show. Bravo Ola. Bravo. Shumë gjë e bukur kjo. Ola, nesër në qoftë se ndrohet administrata, apo ku di unë, mund vinoj qeveri që s'du me i folun për Ramen, se Ramen e du fort, edhe Ramen e të di, jo si politik, jo si parti, si individ e du, si person, kam simpati, pavarësisht që s'na ka ardhur asnjëherë në Full Ship Show, ftesën ja kemi dërguar disa herë, po s'na ka ardhur akoma. Duhet me ardhur. Jo, duhet me ardhur patjetër, kemi lënë që do bëjmë diçka ndoshta kismet do bëjmë për të ardhur, do jetë pjesë e jona. Mirë, por si individ e respektoj dhe punoj, e vlerësoj shumë pasi imazhin ton Shqipërisë, sipas asaj që unë vlerësoj dhe shoh, e ka ndryshuar 360 gradë. Si Shqipëri, si imazh, si
si kombe ka ndryshuar me punën e tij, me qeverisjen e tij. Pavarësisht se individet nuk mundet me unajtë koka Rama me thonë mos e bëj ti këtë, mos e bëj ti këtë, mos e bëj ti këtë, se secili veprojmë në vete dhe bëjmë gjëra. Sipas pushtetit që kanë dhe fuqinë që kanë. Kjo nuk është faj i Ramës apo ashtu. Mirë po, në qoftë se ai drejtori apo nëndrejtori apo ai zëvendësministri apo ku diun nuk kërkon rishfet për të gjetur një vend pune, siç theti minimumi 10.000 euro. Në qoftë se nesër ftohesh në Shqipëri për të punuar si avokate me studimet tua që ke kryer dhe je masterizuar. A do e lëshoje Zvicrën dhe studion tënde për të kthyer në Shqipëri për të punuar si avokate dhe për të marrë një rrogë konsiderueshme dhe për ta krijuar të ardhmen tënde në vendin tënd? Të vërtetën jo. Nëse më jepej mundësia do i kisha marrë dhe prindit këto. E ndjej një vend shumë të sigurt. Të sigurt për fëmijën, të sigurt për prindin, sepse unë nuk jam e vogël. Unë kam 35 vjet. Që kështu 35 vjet kur s'ka ndryshuar, s'ka më ndryshu. Do të thënë nuk ke shpresë që Jo, për Shqipërinë nuk kam shpresë. Është një realitet shumë i hidhur, ama unë du me fol atë që ndi brenda vetes. A mos është kjo, Ola, pak përsëri unë jam këmbgulës për vendin tim, se në qoftë se gjithë themi sikur ti. Unë nuk po them që nuk e hedhi poshtë vendin tënd. Kjo është, ti po e hedh se ti po do më marrë edhe prindrit këtu. Po du me marrë Ideja prindrit, është, jo, në rregull. ato vitet fundit që ju kanë ngelur, ata ti shijojnë afër meje, Gjithçka është në rregull. sepse edhe ti të shikoje pa drejtësi pa fund, të shikoje që mbesën time çajnë në shkollë edhe merr vesh lajmin nesër që kanë rëmbyer një vajzë 12 vjeçe, ti ke shumë frikë për jetën tënde dhe të fëmijës tënd. Po. Të paktën kështu. A mos është një tranzicion kjo, Ola, dhe do ndryshojë se ndoshta secilët kombe kanë kaluar këtë lloj tranzicioni, kanë pas vështirësi. Mendoj se E kështu që nëse gjithë ja kthejmë shpinën në vendin tonë, gjithë flasim kështu për vendin tonë, pastaj Sa shqiptar kanë ikur Altin? shumë kanë ikur. Sa? Shumë. Shumë kanë ikur. Lutem. Nuk jam e vetmja që kam shoh, as ti as. Po, a mo ka dhe shumë shqiptarë që po jetojnë atje? Po jetojnë me Janë më ndihmën, shumica me jetojnë. ndihmën që ne jemi jashtë, me ndihmën tënde e tjerëve. Se e dim shumë mirë se sa po jetojnë. Do me thënë çmimet kanë shku, kur shkon me ble ushqime si me qenë në Zvicër. Do me thënë, babai imi merr një pension minimal që si dalin as për ilaça. Ty të duket mirë. Të duket mirë, do me thënë që babai im është duke parë mbesat e mia, duke u rritur në atë gjendje me frikë i çon dhe i merr prej shkollës. Nuk është, Altin. Absolutisht. Të paktën ato vite që kanë ngel normale, ti po thu që është diskriminim ndaj vendit tim. Unë më mirë bëj diskriminimin dhe ato vitet fundit i jeton baba im i lumtur apo jo? Apo jam gabim? Nëse jam gabim, korrigjone. Jo, absolutisht. Ja. Sa i ka vuajtur gjithë jetën e vet dhe s'ka parë asnjëherë pa drejt, kështu më falni, drejtësi, dhe tash domethënë Pra me pak fjalë Ola ti e ke lshu, ja ke kthy shpinën e Shqipërisë për gjithmonë. Me sa shohun. nuk ja kthej kur Shqipërisë shpinën sepse është vendi im, vendi që kam lindur, jam shumë krenare, që jam shqiptare. Por ti thash arsyet secila që nuk do e lëshoja Po Zvicrën. nëse këto arsye zhduken, Në qoftë se këto arsye zhduken, pse jo do e kisha provuar edhe një herë. Por prap jam e mdyshje, Altin veç po ta bëj shefin kat. E pse Ola në shqiptarët jemi kështu? A bën me ditë? A keni opinion tonë në tregu? Sepse- Pse vetëm te ne ndodhin këto gjëra? Te ne ndodhin se unë mendoj se po të futeshim në Europë, Altin, do ishin gjërat pak më ndryshe, mendoj. A beson që të futemi si shpremtohet në 2030 në Shqipëri në Europë? Pa, se besoj. Se beson? Ja, Pse? po si plotësojmë kushtet na. Ashtu? Ja. Ne ku të vjedhim, jo ku të... Në që se futesh në Europë, ti duhet patjetër të ndjekësh disa standardet e Europës. Ne si ndjekim dot, Absolutisht. se ne jemi pak kështu. Realitet i hidhur, realisht unë i di e njoh original sigurisht një Ola këto realitete, po më dhimbën se më thon siç i thot Ola. Unë jam shumë e drejtë për drejtë dhe njerëzit. Unë jam i drejtë për drejtë. Ndoshta nuk jo. Edhe unë jam shumë i drejtë për drejtë, realisht jam i drejtë për drejtë, por në këtë rast nuk mundem me fol drejtë për drejtë me tregu fiks se e din Po populli. cila është arsyeja pse nuk tregon fiks? Jo, i kam tregu, po nuk mundem individat kam qef, në qoftë se ka individat caktuar kam qef një godit, po jo në përgjithësi Shqipërinë nuk mundem me hedh poshtë me këtë lloj Unë e foluri kuptoj që- pasi në tërësi Shqipëria realisht ja po ta them edhe unë që pas 10 vite po jap maksimumin do jetë destinacioni më i frekuentuar dhe më i kërkuar dhe më zhvillimor në rajon.
Shqipëria është i frekuentuar, është për plazhet që kemi na, Saranda, Vlora, janë vendet më të bukura që mund të kem parë, sado që kam shëtit, por kam dëgjuar dhe anën tjetër, domethënë se sa gjëra ndodhin kur shkojnë pushuesit, turistat. Absolutisht. Edhe po ta them edhe një herë, sot në ditët e sotit ka ardhur që është frikë të jetosh. Është shumë frikë të jetosh, sepse unë po të them, është një frikë shumë e madhe ç'a do ndodhi nesër, ç'a ndodhi pas nesër, sidomos në Shqipëri po flas. Unë këtu e ndjej veten shumë të sigurt për jetën time, të fëmijës tim. Prandaj jam duke bërë të pamundurën ta sjell edhe vllajën tim pas afër, edhe do e sjell. Bravo. Okej. Bukur Ola, në rregull është kjo pjesë, unë vetëm të uroj që të kesh sukses edhe inshallah të ecin në punën mbar Faleminderit shumë. Siç ti dëshiron edhe ëndron patjetër që po. Kështu që ne kemi pyetje më rash? Jo, të uroj vetëm shumë suksese dhe besoj që e një shembull i mirë për të gjithë shqiptarët që do të arrit sukses në diasporë. Desha të specifikoj edhe diçka, herën tjetër kur të më thërisni në emision, ka diçka do më thënë që doja të prezantoja, unë jam duke u marrë me atë, kjo është dhurat, e kam sjell për folship. E çfarë është kjo? Kjo është një aromë që kur të hynë ata të ftuarit e tu këtu brenda, kanë me të pyet çfarë lloj arome ke hedhur këtu në. Aroma ambienti, e? Aroma ambienti, po. Ja ku kemi, të falenderoj shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe këtu aromën ambientit po mbajmë këtu që ta kemi, edhe patjetër që do e përdorim në studio, se mos na bie. Po, mundesh me e shtri. Po e mbajmë kështu më mirë. Shumë faleminderit. Herën tjetër çfarë do? Po, në përgjithësi njerëzit më flasin Rita Ora, sidomos kur kam qenë bjonda. Sa desha më thonë me atë ka thonë dikush që duket si Rita Ora, sa desha. Jo, i fundit që më ka thënë. I fundit. Shumë më kanë thënë. Rita Ola. Ora. Lehin e bëjmë re, Po, edhe desha të theja që doktoresë Senera Hoxha është, mëse mund të themi këtu live, mëse e kënaqur që të vinë në emisionin tuaj, se nuk e dinte tani që ishte në datën 6, se si të thash është një nga doktoreshat e kirurgjisë plastike më e mira në Shqipëri. Më e mira në Shqipëri. Dhe ajo ka akoma më shumë informaciona në lidhje me gjitha këto. Ola, më trego pak për adresën e dyqanit tënd që ti sjell disa femra që jam shumë i sigurt që do t'i sjellim shumë, jo pak. Po, është në Sangallen, Fonfieldstrasse 9, dhe në datën 26-27 është doktoresh Senera, do punoj 2 ditë aty, dhe deri tani, mashallah, është full booked. Mos e ndroni FL Beauty Studio në Sangall, kështu që drejtoni te Fabiola. Si e ke Instagramin? Me të bëu follow në Instagram njerëzit? FL Beauty Studio dhe Fabiola Metko te private. Te privati Metko? Metko. Fabiola Metko te privatit, ju të interesuarit për privat, ju të interesuarit për make-up FL Studio. Se ka dhe privat të interesuar. Absolutisht po, prandaj e thash. Edhe privatët janë ato që thash pak më herët, femrat që janë të interesuara të futen në rrugtimin tim për të ndihmuar të ecin para. Bukur shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë respekt. Unë të uroj shumë sukses, na dhënë intervistë të këndshme të mirë dhe mesazhe të mira dhe pozitive, kështu që unë të përcjell me duar trokitje duke të uruar suksese, shëndet edhe me Big Up Fonjonas Fabiola! Hajdaraj!